Me të vërtet, të gjitha falënderimet dhe madhërimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë. Vetëm atë e madhërojmë dhe e falenderojmë, dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje prej Allahut të madhëruar nga të këqijat e veteve dhe veseve tona. Allahu madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka humbje për ta. Dhe kush e humbet, devijon nga rruga e drejtë, nuk ka udhëzim për ta. Gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se nuk e meriton adhurimin kush tjetër me të drejtë, vetëm se Allahu Zoti i gjithësisë, dhe se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, wa khatamen nabiyyin dhe vula e profetëve. O ju të cilët keni besuar, thot Allahu madhëruar në librin e tij famëlart, keni frikë Allahun e madhëruar me një frikë të sinqertë, të plot, dhe mos ju arriju vdekja, mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman. Thot Allahu madhëruar në librin e tij famëlart: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-arda minha 4 hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Me të vërtet, pra muajt dhe numri i muajve tek Allahu Azza wa Jall pra gjatë një viti është 12. Pra 12 muaj. Kjo është shënuar, thot Allahu pra në librin e tij, që në kohën që Allahu madhëruar krijoi qiejt dhe tokën. Dhe nga këta 12 muaj, 4 muaj prej tyre janë haram, pra që do të thotë 4 muaj prej tyre janë të shenjtë, që ndalohen lufta dhe veset apo veprat e këqija në këtë muaj në formë të prerë. Edhe disa gjëra që Allahu i madhëruar i ka lejuar në disa kohë, në kohën e këtyre muajve kanë qenë dhe janë të ndaluara. Thot pastaj Allahu madhëruar: "Dhalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihin anfusakum." Me të vërtetë, pra kjo është feja e Allahut të madhëruar, feja e përsosur. Mos i bëni vetes tuaj padrejti, pra duke i cënuar shejtërinë e këtyre muajve me veprat e juaja. Në hadithin e saktë që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihat e tyre nga sahabiu i njohur Ebu Bekra, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان." لحديث أبو بكر pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: është kthyer, pra me të vërtet koha është kthyer edhe një herë në fillimin e saj, siç ka qenë pra në fillimin dhe ditën kur Allahu madhëruar ka krijuar qiellin dhe tokën. Dhe është shënuar pra në të që viti ka 12 muaj. Pra ka 12 muaj, 4 muaj prej këtij viti janë haram, pra janë të shenjtë. 3 prej tyre vijojnë rresht që janë muaj Dhul Qa'da, Dhul Hijja dhe Muharram. Pastaj vjen muaj Rajab, që është quajtur muaj Rajab Mudhar. Pra Rajebi apo Rajebi i fisit Mudhar, i cili është midis muajit Jumada dhe Sha'ban. Vëllezër të nderuar, siç e dim, jemi në muaj Muharram, që është prej muajve të shenjtë. Dhe ky është një muaj që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë një pozitë dhe veçori të veçantë. Allahu Azza wa Jall e ka pashkangjitur këtë muaj
pas emrit e tij ku thot Shahrullahil Muharram, pra e ka quajtur muaji i Allahut Muharram. Për këtë tregon edhe hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu që transmeton Imam Muslimi në të saktën e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Agjërimi më i mirë, më i vlefshëm, pra që ka shpërblim më shumëti, është shpërblimi pas muajit të Ramazanit, është agjërimi i muajit të Allahut. Pra kështu vjen Shahrullahi al-Muharram, është agjërimi i muajit të Allahut, pra muajit i Muharram. Është në Imam Muslimi në të saktën e tij. Çfarë urtësie ka agjërimi i ditës së 10 të këtij muaji që quhet pra arabisht numrat kur renditen, pra fillojnë që quhet el-wahid al-thani deri ku mbaron el-ashir, që do të thotë dysh, e para, e dyta, e 10-ta. Pra dita e 10 e këtij muaji është pra ka marrë nga ana morfologjike Ashura, që do të thotë dita e 10. Mirë, por në këtë ditën e 10, në kohën e profetit Musa alayhi salam, ndodhi diçka e madhe. Pra ndodhi fitoria që Allahu azza wa jall i ndihmoi besimtarët, pra Musën dhe ndjekësit e tij, dhe e dënoi faraonin dhe ushtrinë e tij. Nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu në hadithin që është muttafaqun alayhi, që e shënon pra Imam Buhariu dhe Muslimi në të saktën e tyre, shënohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën kur arriti pra nga Mekka, emigroi dhe arriti në Medinë, i gjeti hebrejt apo jehudit duke agjëruar ditën e 10 të muajit Muharram. Dhe i pyeti: Ma hadha al-yawm alladhi tasumuna? Ç'është kjo ditë që ju agjëroni? Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam i bëri përshtypje. Atëherë ata ju përgjigjen dhe i thanë: Hadha yawmun adhim, anja Allahu Musa wa qawmahu wa gharraqa Fir'auna wa qawmahu fasamahu Musa shukran fa nahnu nasumuhu. Kjo është një ditë, pra ditë e madhe për ne, i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është dita që Allahu azza wa jall e shpëtoi Musain dhe ndjekësit e tij, pra popullin e tij, dhe e mbyti pra në ujin e det faraonin dhe ushtrinë e popullin e tij, pra të cilët e ndoqën Musain për ta dënuar apo për t'i vrarë ata. Dhe nga triumfi dhe shpëtimi, pra që shpëtuan besimtarët që ishin kohën e Musës, atëherë Musa alayhi salam e agjëroi këtë ditë në formë apo në shenjë falënderimi për Allahun azza wa jall. Dhe duke qenë se Musa alayhi salam e agjëroi, atëherë jehudët i thanë profetit: dhe ne e agjërojmë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjoi të fjalë, ju përgjigjë atyre dhe i tha: Fa nahnu ahaqqu bi Musa wa awla minkum. Fa nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Pra ne jemi më parësor ndaj jush për ndjekjen dhe pasimin e Musait se sa juve. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e agjëroi këtë ditë dhe i urdhëroi njerëzit të agjërojnë atë ditë. Fjala ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi njerëzit të agjërojnë ditën e Ashurës, ndoshta dikush për jush mund ta keq kuptoj dhe me të drejtë. Qëllimi ishte sepse këtu faktikisht ka ardhur në formën urdhërore, që profeti sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi të agjëronin ditën e Ashurës. Mirë, po kjo ndodhi në kohën kur nuk ishte muaji i Ramazanit detyrë për tu agjëruar. Profeti sallallahu alaihi wasallam para se të detyronte Ramazani, po të bënte detyrë muaji i Ramazanit të agjërohet, i urdhëroi shokët e tij dhe besimtarët të agjërojnë të ditë. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam e gjeti këtë ditë që e madhëronin dhe respektonin edhe ehlul jahiliye, edhe idhujtarët që ishin pra në kohën e lashtë, që nuk i kishte zbritur
pra apo shpallër Kur'ani në kohën e tyre. Kurajshitët ishin që e respektonin të ditë, pra ditën e Ashuras, edhe në kohën e xahiletit. Dhe ishin që e agjeronin. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Aishës, që gjithashtu pra e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, shënohet ku thot Aisha radhiyallahu anha: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه لما قدم المدينة فصامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان أو فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. Thot ishin banorët e Mekës, pra ehl el-Jahiliya, idhujtarët që respektonin dhe agjeronin ditën e Ashuras. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti në Medinë dhe i pa jehudit që e agjeronin, pra si shenjë respekti dhe falënderimi për shpëtimin e Musait dhe popullit të tij, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi shokët e tij dhe besimtarët të agjerojnë të ditë. Mirë po kur zbriti detyrimi i agjerimit të muajit Ramazanit, atëherë si transmeton për Aisha, thot u la agjerimi Ashuras dhe ngeli agjerimi i muajit Ramazanit. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja thot te fjala ku thot u la, pra nuk u agjerua Ashura, qëllimi është për nuk ishte detyrë agjerimi i Ashuras, po jo që e lën agjerimin në formë të pëlqyeshme. Pra ngeli agjerimi i Ashuras në formë të pëlqyer, mirë po si detyrim për këtë ishte muaji i Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që shumë i kujdesshëm që të agjeronte ditën 9 të muajit Ashuras. Në hadithin e Abu Qatada al-Ansari që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, kur u pyet për agjerimin e muajit të Ashuras, tha: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Me të vërtet kam shpresë tek Allahu Azza wa Jall se agjerimi ditës së Ashuras, Allahu Azza wa Jall t'i shlyej mëkatet e vitit që kanë kaluar. Pëlqehet që të agjerohet edhe dita e 9. Disa dietarë thonë që kush nuk agjeron ditën 9 mund ta shtojë ditën 11, mirë po edhe dita e 10 pa as ditë para apo pas saj është e lejueshme, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ishte që agjeroi vetëm ditën e 10. Mirë po fare hadithin që transmeton Ibn Abbasi, kur të vi viti tjetër kam dëshirë, pra nëse unë do jetoj në vitin e ardhshëm dua të agjeroj edhe ditën e 9, për një ditë para. Thot Ibn Abbasi, erdhi viti tjetër, mirë për profeti sallallahu alaihi wasallam vdiq, pra shkoi tek Allahu Azza wa Jall. Për sa i përket ditës së Ashuras, pra kjo ditë vërtet ka një rëndësi të veçantë tek besimtarët, tek jehudit, mirë po edhe në Islam. Mirë po duhet kemi kujdes, sepse shumë grupe në këtë ditë në vend që të kryen ibadet dhe të agjerojnë të ditë, kryen shumë bidate dhe gjëra të ndaluara që janë të ndaluara tek Allahu Azza wa Jall. Sepse në këtë ditë, prej ndodhive që kanë ndodhur, pra ne përmendim që ishte që Allahu Azza wa Jall shpëtoi Musa'in alayhis salam nga dënimi dhe barbaria e faraonit dhe ushtrisë së tij. Mirë por në këtë ditë ka ndodhur prej fragmenteve historike është që është vrarë edhe sahabiu dhe nipi i profetit sallallahu alaihi wasallam Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma. Pra Husaini, i cili është nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i biri i Aliut dhe i Fatimës. Husaini radhiyallahu anhu, duke mos sugjeruar këtu për sa i përket historisë islame, mirë po sipas asaj që quhet ijtihad, Husaini u përpoq për mirë dhe e pa të arsyeshme që të niset pra nga Medina drejtim të Irakut
posaçërisë Kufës. E pa si mënyrë për të ndryshuar për mirë, sepse mendonte sepse kishte padrejtësi, dhe ai u nis drejt Irakut. Mirë, po fatkeqësisht ata të cilët i dhanë premtimin që ishin banorët e Kufës dhe më vonë u quajtën Shi'atu Ali apo Shi'atu Husein, ishin po ata të cilët e braktisën dhe e tradhtuan dhe nuk i dolën në mbrojtje apo në krah atij. Ndodhi ajo që ndodhi, u vra Huseini në vendin që quhet sot Kerbela, afër Nejefit, pra afër dhe Kufës. Sot me keqardhi ky vend kryhet në këtë vend adhurim tjetër përveç adhurimit të Allahut Azza wa Jall. Bëhet shirk, bëhet idhujtari, bëhet tawaf rreth varreve. Në vend që të shkojnë në Kabe të shtëpia e Allahut Azza wa Jall, kryen idhujtari në të vende dhe bidate nga më të ndryshmet. U vra Huseini, mirë po Huseini radiallahu anhu tek Allahu Azza wa Jall ishte i arsituar. Dhe përpjekja e tij ishte për të rregulluar dhe për mirë të shpërbehet tek Allahu Azza wa Jall, dhe ku ka shpërblim më të madh se sa shahadja, që ti je dëshmor në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Ju e dini se ne nuk do të quajmë diçka më të madhe se sa vrasja profetëve. Nëse ka ndodhur pra që në kohën e hershme janë vrarë profetët e Allahut Azza wa Jall, atëherë kjo a ka bela më të madhe se sa të vritin profetët. Atëherë besimtarët pra nuk duhet marrë një ditë vajtimi për vrasjen e një nga sahabëve apo shokët profetit sallallahu alajhi wasallam. Sepse nuk lejohet merret për shenjë vajtimi apo për kujtimi dhe as vrasja e profetëve të cilët janë të dërguar te Allahu Azza wa Jall. Përkundrazi besimtari është i urdhëruar që të bëjë durim dhe të mbështetet Allahut Azza wa Jall dhe të qëndrojë i palëkundshëm, sidomos në rastet kur ka sprova dhe bela apo brenga. Allahu madhëruar thot, pra i përgëzon besimtarët, ku thot në librin e tij famëlart: "Wa bashshiri s-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Pra çfarë do të bëjmë në raste belaje, sprova apo raste vdekje? Thot Allahu madhëruar dhe përgëzoi durimtarët. Kush janë durimtarët? Durimtarët janë ata të cilët kur i godet ata një sprovë pra nga Allahu Azza wa Jall, thojnë një zëri: me të vërtet ne jemi tek Allahut, pra te Allahu Azza wa Jall, dhe se tek Allahu i madhëruar do të kthehemi. Atëherë për sa i përket ditës së Ashuras, sipas dietarëve të njohur Ibn Qayyim el-Jauziyje, thot nuk është saksuar, pra nuk vjen diçka e saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë që duhet kryhet apo duhet bëhet, apo një ritual që të kryhet në ditë, vetëm se hadithet që flasin për shpërblimin dhe mirësinë e agjerimit. Pra, në ditën e Ashuras nuk ka ardhur asnjë argument që tregon që duhet bëhet përveç se ditës së agjerimit. Fjala e Imam Ibn Qayyim në librin e tij Al-Manar al-Munif. Për sa i përket kësaj dite, ka pas pra gjatë historisë islame disa grupe. Ishin disa që ishin të kënaqur me vrasjen e Huseinit dhe patën marrë këtë ditë si gëzim. Bilës e quhen si ditë gëzimi dhe festonin. Dikush pra ka shpikur hadithe, pra hadithe të rrëlluara, që thonë është e mirë këtë ditë që të blejmë gjëra të reja, të blejmë rroba, të blejmë ushqime dhe ta festojmë. Kjo bën kundërshtim me sunetin për hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse kjo është ditë adhurimi dhe ditë agjerimi. Kurse një grup tjetër ekstrem arriti në të pikë sa që adhurojnë Huseinin radiallahu anhu. Allahu shefën e rrudi. E morën si Zot përveç Allahut Azza wa Jall. Shpiken bidate dhe e kthyn të ditë vajtimi. Pra e kthyn të ditën e Ashurës, ditë vajtimi, jo ditë adhurimi. Ditë vajtimi që bën ndesh me parimet e fesë islame. Në vend që të adhurojë Allahun Azza wa Jall,
bin bidate dhe në idhujtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e saktë që transmeton sahabiu i njohur Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ku thot: "Laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya." Nuk është prej nesh ai i cili godet faqet e tij në shenjë vajtimi, pra se kështu veprojnë shijat e Husajnit. Pra godasin faqet e tyre dhe qajnë për Husajnin, që kjo është ndaluar në fenë islame. Por nuk është për nesh ai i cili godet faqet në shenjë vajtimi dhe ai i cili gris rrobat gjithashtu në shenjë vajtimi. Dhe nuk është prej nesh çdo person i cili thërret në thirrjen e jahiletit, pra idhujtarisë së parë. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Me emrin e Allahut, mëshiruesit gjithëpërfshirësit, mëshirën e Tij, paqja dhe lutjet e mira qofshin me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket ditës së Ashurës, për sa i përket Aliut, Husajnit dhe gjithë Ahlul Bejtit, janë shpikur dhe trilluar me mira hadithe. Pra, gënjen për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se profeti na pas ka thënë hadithe për Aliun, për Husajnin me mira hadithe. Duhet kemi kujdes vëllezër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Ai i cili gënjen për mua qëllimisht, pra me qëllim gënjen, thoi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, edhe nuk ka thënë për atë fjalë profeti sallallahu alaihi wasallam, le të përgatis karriken vendin e tij në zjarrin e xhehenemit. Do të përmend shkurtimisht dy fjalë disa dietarëve kolos të dijes së hadithit. Çfarë kanë thënë për trillimit e haditheve dhe hadithet që janë pa të vërteta që flasin sidomos për Ehli Bejtin, për Aliun dhe për Husajnin, sidomos edhe në këtë ditën e Ashurës. Një nga dietarët e njohur të hadithit, i cili quhet Abu Ya'la al-Khalili, thot: kanë thënë disa dietar kolos të dijes dhe shkencës së hadithit. E kanë medituar, thot, ato hadithet që i kanë shpikur banorët e Kufës, pra që ishin ndihmëtarët e Aliut dhe Husajnit. I kanë medituar dhe parë numëron hadithet që i kanë shpikur për mirësinë, veçoritë e Ehli Bejtit, e kanë kaluar numrin 300.000 hadithe. 300.000 tekste gënjeshtra. Gënjen për Allahun, gënjen për profetin. Allahu në rujt neve dhe juve. Një nga dietarët tjerë, i cili quhet Muhammed ibn Idris, thot, me këtë fjalën e tij inshallah shkojmë drejt mbylljes së hutbes, ku thot: ishin banorët e Medinës duke pra që ishte përhapur shumë gënjeshtra në Kufe dhe nga banorët e Kufës, sidomos për Aliun dhe Husajnin. Tha, bëjmë një provë. Bëjmë një provë, ti provojmë sa të vërtet, sa të saktë, sa sinqert janë banorët e Kufës. Atëherë tha, nxorëm 70 tekste hadithes, 70 hadithe si tekste, pa zinxhir transmetimi. Si fillim që t'i krahasojmë pra Kufën dhe Basrën, si qyteti i Basrës, si qyteti i Kufës, janë nga dy qytetet më të vjetra të Irakut. I nisëm 70 hadithe pa zinxhir transmetimi, pa referencë, i nisëm drejt në Basra për të pa dhe provu sinqeritetin e tyre. Kur i nisëm në Basra, u çuditëm, ne kthym mbrapsht. Dhe thanë, këto hadithe nuk i njohim, as kanë zinxhir transmetimi dhe as nuk i njohim. Pra këtu nxorën në pa sinqeritetin e banorëve të Basrës. Mirë, po kur i nisëm në Kufa, u habitëm. Nisëm 70 hadithe pa referencë dhe pa zinxhir transmetimi. Çudia më e madhe ishte se ne i nisim këto hadithe që kishin trilluar për çdo hadith zinxhir transmetimi dhe kishin vërtetuar si janë hadithe të sakta. Pra kjo është dallimi i atyre të cilët
kanë frikë gënjen për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe dallimi i atyre që gënjejnë për profetin thjesht për të thirrur në propagandë gjahileti apo në thirrje të ignorancës së vjetër. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wa aqimis salah.